dita. Sot për drejt kam vendosur pa supë me domate. Për këtë recetë na duhen domate, një speci kuq, qumsht kremos, pak ven nëse keni, një qepe malle, 2 kaptine gjys hudër, një tablet perimesh, një lugë gjellet me ufull rrushit, kryp, biber, djath kashkavall, një moll e kuqe, vaj ullinit edhe bërsilok ose si thon nga anët tona fasligen. Tashi, masi i nda me domatet, i nda me dhe hudrat do i laj me lëkurë, nda me dhe qept, edhe mollat, edhe specin, do i vendosim në një tavë dhe do i pjekim në furrë. I largume nga furra dhe do i hedhim një kusi. I lamë mu pjek me 180 gradë për 35 minuta. I huq me lëkurat hudrave, ka një erë shumë të mirë. Tashi do i hedhim krejt langur, do i hedhim mret me gjithë hudra. Tashi, masi i grime, mirë, do i vendosin zjarr dhe do ju hedhi langun e perimeve, tabletit që e kam shkry me ujë. Morëm një kusi tjetër, morëm edhe një sit, ku do do i hedhim uflën, do i hedhim venen, i hedhim pak kryp dhe shikojmë. I hedhim edhe qumshtin krem. Unë i hedhi edhe pak spec djeks, kjo është si mas dëshirës. E lajmë 2 minuta të falojnë. Supa na doli kremoze, shumë e mirë. I hedhi me bërsilokun ose fasligenin. E lajmë mira vetëm një val dhe e largojmë nga zjarri. E thek me buken, e lyve me gjallë, e ndame dhe do e përdori për supe. Do i hedhim pak djath kashkavall. Do i hedhim edhe këto
copat e bukës. Supa me domate na doli shumë e mirë, është shumë e shëndetshme, mund ta konsumojmë çdo stin të vitit, si në dimër ashtu edhe në verë. Doli shumë kremoze. Faleminderit për shikimin, e kalosh një ditë sa më të bukur.